Si keni kalu? Përshëndetje. Atëherë përshëndetje për të gjithë. Përshëndetje në Muzeun e Vushtrës. Me ju e po takojmë ndoshta edhe për herë të parë. Unë jam Medina Bunjaku, drejtoresh për kulturën dhe sport. Bashkë me mua janë edhe drejtoresha e Muzeut Zonja Shqiptare Beku, si dhe zyrtarja për muzej Zonja Lidia Pasova. Për ne është ndjerë dhe kënaqësi me pas mysafir të tillë si kur jo. Padyshim është shtëpia ju e dytë këto. Në Muzeun e Vushtrës kemi eksponate të ndryshme, ku ruhet edhe historia e shtetit tonë, ku për ndryshe mundem ja kalu edhe fjalën për detaje shtetit drejtoreshës së muzeut. Faleminderit shumë drejtoresh Medina, drejtoresh për kulturën dhe sport. Faleminderit që je sot këtu, që na përkrah çdo herë në aktivitetet tona. Atëherë faleminderit shumë edhe një herë shkollës tuaj, mirë se keni ardhur, mirë se ke ardhur profesoresh. Faleminderit që jeni sot këtu që së bashku ta festojmë ditën ndërkombëtare të muzeve, e cila zakonisht festohet më 18 maj, që nga viti 1977. Harova të prezantohem, më falni edhe një herë, nështë me shumë për juve dhe imi taku edhe herave të tjera, që prezentoj edhe drejtoresha, pra jam Shukrani Begu, për shumë vite punoj në Muzeun e Vushtrës, për disa vite me radhë edhe e udhëheqi këtë institucion, por zakonisht merrem me profesione të ndryshme, me hulumtime të ndryshme e tjera. Nëse kthehem në rëndësinë e kësaj dite, pra siç e theksuam edhe më herët, sot është dita ndërkombëtare e muzeve dhe festohet apo shënohet që nga viti 1977, dhe kjo ditë është caktuar nga Këshilli Internacional i Muzeve të gjithë botës, dhe me qëllim që të kthehet interesi dhe të vlerësohet më shumë muzeologjia. Pra në këtë ditë, në të gjithë botën, zhvillohen vizita të ndryshme, sikurse vizita e këtij lloji që jeni sot në Muzeun e Vushtrës. Zhvillohen aktivitete të ndryshme, ekspozita, pse jo nështë vitin e ardhshëm bashkërisht në bashkëpunim me juve mund ta realizojmë edhe një ekspozitë të ekspozuar në ambientet e jashtme apo të brendshme të muzeut. Bëhen interpretime, thash edhe më herët, aktivitete nga më të ndryshme. Dhe në shumë muze, në këtë ditë japen edhe shërbime falas dedikuar kësaj dite. Edhe vetëm që populli të jetë sa më afër muzeut. Dhe në qoftë se flasëm me qenë se është dita ndërkombëtare e muzeve, mirë se ardhët përsërish. Faleminderit, s'ka problem. Dhe do t'i isha përmend disa nga muzeet më të famshëm në botë. Për shembull, kemi Muzeun e Luvrit, që ndodhet në Paris. Pse është i famshëm? Sepse përpas pasurive të ndryshme që ekspozon veprave të artit, është një pikturë që është piktura e Mona Lisës, pikturuar nga Leonardo da Vinci pas viteve 1500, dhe është e veçanta pra e gjithë atij muzeu dhe është shumë prandaj edhe është shumë vizituar. Tjetër muze me famë botërore, e kemi Muzeun Metropolitan të Artit në New York, pastaj Muzeun e Londrës dhe British Museum e tjerë. Dhe në të gjithë botën numërohen plot 95.000 muzeume nga më të ndryshme. Nëse flasim për shtetin tonë, për Kosovën, kemi më shumë se 30 muze. Dhe ndër muzeet më të vjetër kemi Muzeun e Kosovës, Muzeun Etnologjik të Prishtinës, Muzeun e Mitrovicës, të Pejës, të Gjakovës, e kemi edhe Muzeun tonë të Vushtrës, i cili që nga viti 2005, pra qyteti jonë, qyteti i cilin e kemi një qytet një ndër më të vjetrit në Kosovë, dhe sigurisht shumë profesionistë të ndryshëm, shumë shpesh thonë se nëse ish dasht, do të thotë që të themelohet një muze në Kosovë, kur ishte edhe piknisja e hapjes së muzeumeve, ai do të duhej të ishte qyteti i Vushtrës, për arsye se njihet një ndër më të vjetrit dhe shumë shpesh edhe më i vjetri, pasi që flet mbi pasuri të shumta arkeologjike, pra e kemi një qytet të ndërtuar mbi fesare të shumta. Dhe shpresoj që dita ditës me përkraje të ndryshme edhe nga ministrit, edhe nga donatorë të ndryshëm, që të hulumtohet ajo pasuri, të nxirret dhe të ekspozohet nëpër muzeume, sepse muzeet janë urat që na lidhin me të kaluaran.
Dhe ka është edhe më herët, pra, që nga viti 2005 ne kemi muzeon e Vushtresë. Nëse do ta kishim një muzej shumë më herët, do të kishim shumë më shumë eksponate. Por themelimi i muzeut pas luftës na e vështirësoi shumë punën edhe në pasurimin e tij. Sot numërojmë plot 1200 eksponate në muzeun tonë, por ndoshta do t'i kishim edhe me mijëra më shumë, pra 10.000 apo 20.000 eksponate, sikur ta kishim një muze të themeluar para luftës së fundit, sepse ju besoj se keni mësuar nga mësimdhënësit, nga prindërit e juaj që kemi kaluar nga një luftë që përpos që kemi pas humbje të shumta të dëshmorëve, martirëve tonë, po altyre që e gëzojmë sot lirin, kemi pas edhe humbje të shumta të trashëgimisë kulturore, të shtëpive dhe bashkë me to u shkatrua edhe pasuria e shumë e trashëgimisë kulturore. Por prapë, gjithmonë të i falenderuar qytetarët e Vushtresë, edhe të rrethinës, ne sot qysh tash edhe më herët, numërojmë plot 1200 eksponate nga më të ndryshme, të cilat do t'i shohim edhe brenda, në sallën e ekspozimit apo në depon e muzeut, dhe gjithmonë duke i falenderuar ata për dhurimet të cilat asnjëherë nuk hezituan që të na i dhurojnë ato për muzeun tonë. Dhe nëse para se të hyjmë në muze, do t'i flas disa fjalë edhe për historikun e këtij objekti, pra historikun e shtëpisë së muzeut, sepse kemi të bëjmë me një objekt të ndërtuar në fund të shekullit 19, që njihet si shtëpia e Mahmut Aggjinollit në Popull, por në listën e monumenteve figuron si shtëpia e Mahmut Aggjinollit. Dhe pra, është një shtëpi që dikur njihej edhe si saraj i qytetit, ora e qytetit, për arsye se në kohën kur ishte ndërtuar ky shtëpi, atëherë kishte shtëpi vetëm të tipit përdes apo të tipet në gjysmëkat. Dhe kjo shtëpi duke gjigante në atë kohë, duke shtëpi shumë e bukur. Dhe thuhej se ishte edhe shumë e zbukuruar dhe brenda saj. Por me qenë se kishte funksione të ndryshme, deri në luftën e dytë botërore, kjo funksionoi si komune atëhershme, objekt administrativ. Më pastaj, në mungesë të spitalit, në vitin 1956, u shndrua si spitali i qytetit dhe njihej, besoj se keni ndëgjuar shumë shpesh, që thuhet ish ambulante e vjetër, deri në vitet e 70-ta. Ndërsa në vitin 1979, kjo shtëpi i hapi dyert edhe për ata që mbetën pa shtëpi gjatë vërshimeve që ndodhen në vitin 1979, dhe për 30 vite të tërë, 16 familje jetuar në këtë shtëpi. Lindën, u rritën, u martuar etj deri në vitin 2010, kur tani më nuk ishte shtëpia që të banohej, sepse paraqiste edhe rrezik për banuesit brenda, por edhe ne donim që ta shpërndonim një shtëpi të këtij lloji. Dhe me iniciativën e atëhershme që ishte kryetar Bajram Ullaku, filluam me një herë që të kërkohen donacione etj. Dhe më pastaj, në vitin 2017, me vendim të Asamblesë së Qytetit të Vushtresë, u vendos që ky objekt të shndrohen në muze. Dhe më pastaj filluan punimet që të restaurimit të tij, konservimit të tij, inventarizimit të brendshëm etj. Pra, tani kemi një adresë nga viti 2017, tani më veç u vendos me një dokument të vullosur se muzeu tani më e kishte shtëpinë e tij, sepse që nga viti i themelimit deri në atë kohë kemi qëndruar në shtëpinë e kulturës Hasan Prishtina, më pastaj në disa zyre të një shkolle të shkollës së SHMU 2, dhe tani jemi në shtëpinë tonë apo në shtëpinë e juaj, sepse çdo herë themi se ne jemi punonjës, ne mundohemi që të ecim punë, gjithmonë në mbështetje të drejtorisë, të kryetarit të komunës, të ministrive të ndryshme, në mbështetje të qytetarëve tonë, të cilët asnjëherë nuk hezitojnë që të na ndihmojnë në pasurimin e këtij objekti. Por unë çdo herë kërkoj edhe prej fëmijëve, prej gjeneratave të reja që siç jeni ju, sepse ne sot e kemi nisë një punë. Por ju jeni ata që do ta vazhdoni këtë veprimtari. Sepse kjo është dëshmia jonë që të tregojmë kush ishim ne, sa i vjetër ishim ne si popull,
cili ishte qytetërimi joni vjetër, pra, cila ishte tradita jonë, kultura jonë, si visheshim ne dikur, sepse ne sot kemi rroba të zakonshme, nuk identifikohemi me veshjet që kemi, ndërsa në të kaluarën identifikoheshin sikurse një kartë identiteti që ju shërben, atëherë identifikoheshin me anë të veshjeve. Në anë të veshjeve me tirë që me pres me njëherë dihej se a i qenë ka shqiptar, sikurse që identifikoheshin edhe popull tjerë. Dhe para tjetër mbetet edhe mbi ju, sepse tash edhe më herët muzeu është juaj, është qyshta dhe drejtoresha, shtëpi e dytë e juaja. Dhe pasardhësit që do të vinë pas jush, do t'i gjejnë gjunë të juaja, gjunë tona në këtë objekt, në këtë muze. Dhe si mund ta pasurojmë më tepër muzeon, qofse ju hyni në rolin e hulumtuese. Dhe kur shkoni në shtëpitë e juaja i pyesni prindërit, gjyshërit, të afërmit e juaj, a kemi ne në shtëpitë tona gjëra të vjetra, eksponate të vjetra. Dhe në momente ju që i sjellni në muze, ju hyni në histori të muzeut, histori të vendit, sepse me anë të një objektit muzeal merren të dhënat e dhuruesit, merren të dhënat e familjes dhe pas qindra viteve më vonë, ata që do të vinë pas nesh, pas jush, do t'i gjejnë gjunë të juaja përmes një eksponate, përmes një veshje, përmes një ane, e tjerë, e tjerë. Pra, dhe që thash edhe më herët, nesër pas nesër ju do ta udhëheqni këtë muze. Ju do t'jeni profesionist, dikush nga ju do t'jetë arkeolog, dikush nga ju konservator, interpretor, dikush nga ju etnolog, e tjerë, e tjerë. Pra, ne kemi nisë këtë punë, ju do ta vazhdoni. Dhe jam i sigurt që do ta vazhdoni që është më mirë dhe në mënyrën më profesionale. Atëherë, nëse jeni të gatshëm, po vazhdojmë brenda, po shkojmë tek vendi ku janë eksponate të dhoma e kuratorëve dhe do të bisedojmë më shumë për mënyrën se si kanë ardhur eksponatet dhe sa edhe një herë sa eksponate dhe çfarë lloj eksponatesh kemi në muzeun tonë. Dhomën e kuratorëve apo në depon e muzeut. Dhe e veçanta e kësaj vizite sot është se ani pse ekspozitat nuk ishin të vendosura në pjesën përdes, e kemi pas një fakt që të vini dhe sepse këtu zakonisht nuk hyjnë vizitorët, sepse këtu hyjnë vetëm profesionistët. Dhe në momentin që ekspozitat i vendosëm në pjesët e poshtme, pasi që ende i kemi edhe disa punë teknike që duhet përfunduar pasi që ende pa u vendosur ekspozitat në pjesën përdes të muzeut, këtu është vendi ku spari eksponatet nga terreni vinë në këtë hapësirë. Pra, këtu pastrohen, këtu ju bëhet sikurse ajo ndihma e parë që ju bëhet një të sëmuri kur shkon në ambulant apo në spital. Këtu pastrohet, këtu fotografohet, këtu regjistrohet, pastaj vijnë të dhënat në inventarizimin muzeal, pra për çdo eksponat. Dhe një pjesë të eksponateve kemi këtu dhe një pjesë tjetër e kemi edhe në një depo të kalas që kemi kalan e qytetit, sepse kur jemi bardh, një pjesë i kemi dërguar atje dhe një pjesë këtu. E pat pak a shumë muzeun duke hyrë brenda. Ajo pjesa përdes që e pat do të përdoret apo do të shërbej për ekspozita. Ekspozita të llojit të arkeologjisë, ekspozita të llojit të historisë, që do të interpretohet kujtesa kolektive apo kujtesa historike,
për ata që dhanë jetën e tyre për vendin tonë, do të vinë dhe do të sheh e gjithë bota sakrificën e popullit shqiptar. Do të ekspozohet gjithçka nga etnologjia, nga etnografia, pra si jetonin dikur, si visheshin dikur, me çka merreshin atëherë, cilit ishin mjeshtit më të famshëm, sepse nuk e di sa a keni njohuri, komuna e Vushtrrisë kishte plot 33 lloje të mjeshtrive apo artizanatëve të ndryshëm. Dhe secili artizanat kishte pastaj me dhjetra apo qindra. Pra, sepse që nga shekulli 15 deri në shekullin 18, ushtria ishte si qendër e Sanxhakut. Këto vishin tregtit më të mëdha bëheshin në qytetin, në vendin tonë. Kishte edhe shumë hane si lloj hoteli që shërbenin pa pagesë. Këtu vinin tregtarët me qerret e tyre, me kuajt e tyre, e bënin tregtin, pra ishte shumë një qytet shumë i zhvilluar. Për ata edhe thash se i pari që nëse do të themeloj një muze, ishte ai në Kosovë, për herë të parë do të kishte me qenë ai i qytetit të Vushtrrisë. Por mirë që e kemi sot, këtë vit Vushtria i mbush plot 21 vite, pra me 9 qershor Muzeu i Vushtrrisë ka ditëlindjen, dhe edhe atë ditë ju presim sepse do të kemi edhe një aktivitet në atë ditë, në ditëlindjen e muzeut, dhe qysh tash edhe më herët, pra dhoma ku ndodhemi tani, është dhoma e kuratorëve. Nesër pas nesër ju do t'jeni ata kuratorët e ardhshëm që do të punoni, do të bëni punë profesionale në këtë hapësirë. Dhe këtu siç po i shihni, pra kemi veshje nga më të ndryshmet, kemi punime nga më të ndryshme, nga metali, nga ceramika, disa nga qeqi, kemi për shembull eksponate të gjetura në kalan e qytetit, sepse në kalan e Vushtrrisë në vitin 2008 kanë filluar të zhvillohen ngërmime arkeologjike. Dhe aty kanë dalë me qindra eksponate, të cilat ndodhen në Institutin Arkeologjik të Kosovës. Dhe disa prej tyre i kemi edhe në qytetin tonë, apo në muzeun tonë. Dhe shpresojmë që shumë shpesh ato qindra eksponate t'i kthejmë në vendin e gjetjes së tyre dhe ato të ekspozohen dhe interpretohen në muzeun tonë. Dhe pse është i rëndësishëm një muze, siç po e shihni. Tani kur shkojmë në shtëpi të ndryshme, këto lloj gjërash të vjetra, eksponate të vjetra nuk i kemi në shtëpi. Sepse tani to kanë dalë nga përdorimi i përditshëm, sepse dikur njerëzit jetonin me këto gjëra, visheshin me këto veshje, i përdornin këto anë. Ndërsa sot, ato edhe nëse i kanë ndonjë shtëpi, i ruajnë ndonjë pjesë ku nuk i përdorin, sepse tani më nuk janë funksionale. Dhe pikërisht këto janë ato që i tregojnë të veçantat e një populli, që shtash edhe në pjesën e jashtme të muzeut. Muzeumet janë ura që na lidhen me të kaluarën. Pra, që na tregojnë në të vërtet kush ishim ne, sa të vjetër jemi ne. Dhe shpesh herë nga njerë kur thojnë popujt të tjerë, kur thojnë se ne jemi populli më i vjetër apo ky ose ai. Pra, kjo trashëgimia kulturore është që e vërteton. Ajo arkeologjia që është nën tokë e vërteton më së miri se sa i lashtë jemi ne si popull. Dhe atë pjesën e jashtme kur hymë në muze, pjesa përdesë, siç po e interpretoj edhe një herë, do të shërbej vetëm për ekspozita të llojeve të ndryshme. Nesër pas nesër ju do të jeni ata që do të punoni ekspozita, sepse do të jetë vendi i posaçëm edhe për ekspozita të përkohshme, por edhe ato të përhershme. Pastaj një kat më lart, ai kat do të shërbej për punonjësit e muzeut, por edhe kat i aktivitetet të ndryshme. Për shembull, një dhomë do ta kemi dhomën e fotografisë, ku mund të vini jo ta ushtroni profesionin e fotografisë, apo dhe të bëni fotografi që t'ju mbesin kujtime nga muzeu. Një dhomë tjetër do të përpiqemi që t'i bim ata artizanatet e vjetër, mjeshtet e vjetër, të cilët sot ende e mojnë gjallë punime e një ane, nga ceramika, nga druri, nga qelçi, e tjerë. Artizanatet e fjalës çdo herë e kam fjalën për artizanatet e vjetër, që të mund t'i sjellim ata si dëshmi e gjallë e trashëgimisë kulturore dhe t'i shohim ata duke i punuar ato,
Edhe pse jo, nashta nesër pas nesër, ju do t'jeni ata interpretuesit, apo do t'jeni ata që do ta merrni atë zanat dhe ta interpretoni, apo ta trashëgoni në mënyrë më moderne, dhe të ta prezantoni edhe në shtetet e jashtme të botës, apo në shtetet e jashtme. Dhe tjetër aktivitet që do të zhvillohet në atë kat që e përmenda, në katin e parë, pra, do t'jetë edhe një dhomë për piktor, pse jo, edhe dhoma të ndryshme, për shembull dhoma e multimedias, ndërsa ky kat ku jemi tani, kjo hapësirë, që që thamë edhe më herët, është dhoma e kuratorëve, profesionistëve të muzeut, ndërsa me njëherë një sallë tjetër që është në anën tjetër, është salla multifunksionale, ku nesër pas nesër mundemi së bashku të organizojmë trojeza të ndryshme, të bëjmë debate të ndryshme, munden me qenë ato edhe jashtë trashëgimisë kulturore, ndonjë temë që ju e zgjedhni. Mund të vim të shiqojmë ndonjë dokumentar, ndonjë film të kohës, pse jo? Sepse çdo herë, qysh e thash edhe më herët, muzeu është në shërbim të juajën, pra është shtëpi e dytë e juaja. Qysh thamë edhe poshtë, pra në këtë ditë, në këtë 18 maj, në të gjithë botën organizohen kësi lloj vizitash. Është edhe e veçantë e kësaj dite, sepse në të njëjtën ditë, në të gjithë botën bëhen vizita, bëhen aktivitete, edhe unë e pres edhe në vitin e ardhshëm, në këtë ditë, po edhe gjatë gjithë vitit, të më veni me ide të ndryshme, sepse nga një herë ndonjë ide, ndonjë punë apo diçka që ju doni të bëni në muze, dhe nga një herë shumë më e mirë se një punonjësve të muzeut. Dhe çdo herë qëllimi ynë kryesor është që t'ju bëjmë juve që ta duani vendin e juaj, që ta duani muzeun. Sepse kjo është ajo që na përfaqëson. Sot jemi të veshën, domethënë, me këto rrobat që janë të kohës moderne dhe nuk na identifikojnë nga popujt e tjerë. Pra, dhe këto janë ato që na identifikojnë nga popujt e tjerë. Këto gjëra të ndryshme që i kam punuar me dorë. Dhe nuk e dini sa e vështirë ka qenë në të kaluarën, përpos që është dashur të punohet shumë për të siguruar bukën, është dashur që të punohet shumë edhe për të siguruar veshjet. Nana, dy shetana dikur kanë qëndruar me muaj të tërë, zgjuar natën, sepse ditën kishin punë të tjera. Zgjuar natën që t'i punojnë veshjet për antarët e tyre. Pra, është marrë së pari leshin nga delet, ai është pastruar, përpunuar, pastaj është punuar me anë të vekut, e tjerë. Pra, gjithçka është dalë nga dora e prindërve, gjyshëve, nanave tona. Sikurse buka që e kemi ngrënë, sikurse veshja që e kemi vesh, sikurse anët që i kemi përdor, gjithmonë kanë qenë ata artizanatët, prindërit, familjet tona që kanë punuar. Dhe përmena edhe poshtë, pra, e thamë se ky objekt njihet si shtëpia e Mahmut Pash apo Ag Gjinollit, sepse në të kaluarën ky objekt ishte edhe ishte shtëpia e familjes në fjalë. Dhe shumë shpesh thonë, kur vinë nxënësit thonë, si një shtëpi kaq e madhe, sepse kjo i ka plot 24 dhoma dhe 2 nënkulme, 2 hapësira të mëdha në pjesën e nënkulmit. Arsyeja pse një shtëpi kaq e madhe, sepse atëre ishin edhe shumë familje të mëdha, njiheshin si familje të mëdha patriarkale. 50 deri në 100 antar jetonin me një shtëpi. Dhe ato shtëpia ishin të organizuara sikurse një komunë që funksionon sot, apo një shkollë. Derisa një komunë ka sot kryetarin e komunës, i ka drejtorët komunal, i ka punonjësit, apo një shkollë që ka drejtorin e shkollës, se ka zëvendës drejtorin, i ka mësimdhënësit, i ka nxënësit. Atëre kjo shërbente sikur një shkollë. Pra, ishte i zoti i shtëpisë, e zonja e shtëpisë që e menaxhonin objektin. Ishin djemët, vajzat, nuset, që po ashtu i ndihmonin në menaxhim në punët e tyre. Dhe fëmijët ishin ata që secili prej tyre kishte punë të ndryshme për të kryer. Dhe përpos që punonin ata,
Në fund të ditës ata mblidheshin me një hapësirë të caktuarit. Kjo shtëpi ishte edhe shkollë e tyre, tregonin për punët që i kanë kryer gjatë ditës dhe përgatiteshin për ditën e nesërme. Pra ishte shtëpi, ishte shkollë për ta, po ishte edhe si shtëpi e shëndetit e tjerë. Përpos që kemi eksponate të shumta që e përmena, që kemi plot 1200 eksponate, gjithmonë duke ju falenderuar qytetarëve të komunës së Vushtrës me rrethim, po edhe të qytetet tjera shumë shpesh që na kanë sjellë eksponate, kemi një eksponat, po du me ju tregu pak për veçantinë e arkës që po e shihni në atë pjesën e përparë me aty. Pse ishte aq e rëndësishme arka? Shpesh herë fëmijët kur vinë më thonë, kjo pëlqen ka arka e fesareve, sepse keni pa shpesh ndoshta edhe filma televizatuar apo filma të ndryshëm me ata piratët kur janë arkat edhe kur hapen dalin fesare. Me të vërtet, ato që mbaheshin në ark ishin fesare. Fesari i një jete të një gruaja për gjithë jetën e saj. Pse po e them fesare? Ndoshta edhe më e vlefshme se një fesar nga Floridi. Pse? Sepse po hym pak edhe në atë traditën shpirtërore. Kur vajza, edhe me atë që e lidh me atë materiale, dikur vajza, kur fejohej, asaj i dërgonin material nga shtëpia e djalit që do të martohej. I dërgonin material të bollshëm të leshit të pambukut dhe një ark të punuar nga druri. Dhe ajo do ta punonte për një vit, sa do të qëndronte e fejuar apo 2 vite, do t'i punonte veshjet e saj për të gjithë jetën. Dhe fillonte palosjen të punimet e veshjes së saj nga pjesa më e poshtme, që e punonte një pet të bardhë, që quhej qefin. Është pak e dëmshme, por kjo është jeta, sepse ne kemi lind, do të jetojmë dhe në një ditë do të vdesim. Dhe në pjesën më të poshtme, pra, e vendoste atë petkun e bardhë, sepse mendonte për kohën që do të vdeste. Pra, ajo vajza që do të martohej. Pak më lart i punonte dhe i palaste rrobat e pleqërisë, sepse mendonte që një ditë do të bëj gjyshej, do të bëj flaka e shtëpisë. Pak më lart i vendoste rrobat apo veshjen për kohën kur do të bëj nën, sepse dallonte veshja sipas moshave. Pak më lart i vendoste veshjet kur do të ishte pra nuse, sepse në atë kohë kur do të martohej, ajo do të ishte nusja e shtëpisë. Pra në një ark i palaste të gjithë jetën e saj, të gjitha veshjet për jetën e saj, nga koha kur martohej deri në vdekje. Dhe po ashtu, ajo nuk punonte vetëm rroba për familjen e saj, por punonte rroba edhe për të gjithë anëtarët e shtëpisë ku do të martohej, sepse ishin edhe ato dhuratat që do t'i dërgonte në kohën kur do të martohej. Por nëse doni ju që ta shihni muzeon shumë më të mbushur me më shumë eksponate, pra me 10.000, 20.000 apo 50.000, sepse kemi muze që kanë edhe 100.000 eksponate. Pse mos ta kemi ne, me qenë se ne po themi jemi qyteti më i vjetër në Kosovë, edhe më i vjetre, pse mos ta kemi më të mbushur, vetëm me ndihmën e juaj. Edhe ju, ku të që shkoni, edhe ku shkoni në shkollë, mund t'ja interpretoni edhe shoqeve t'juaja. Mund të vini në muze sa herë që dëshironi, sa herë që keni dëshirë, ne jemi këtu për juve. Po ashtu edhe mo iku nga mendja që t'ju përmeni se një kat më poshtë kemi edhe bibliotekën shkencore të muzeut, e cila udhëhiqet nga Lidia Munishit, udhëheqëse e bibliotekës së muzeut, ku do të mund të vini, të lexoni. Dhe ne po mundohemi që ta kemi një muze jo vetëm në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhë të tjera, në gjuhën angleze, gjuhën turke, edhe në gjuhë të tjera që pra ta kemi edhe një bibliotekë internacionale. Që ju kur vini të shtetoni, të lexoni, pse jo mos t'ju shërbej edhe një vend ku edhe ti përforconi edhe gjuhë të ndryshme. Do të kemi edhe pajisje teknologjike, sepse shumë shpesh ne kur kemi qenë të vendosur në qendrën e kulturës Hasan Prishtina, ne çdo ditë kemi pas nxënës dhe student, të cilët vishin dhe kërkonin shënime të ndryshme për punimet seminarike, punimet shkencore të tyre. Dhe tani e keni objektin e muzeut, e keni shtëpinë e juaj
ku mund të veni të shërbeheni me punime të ndryshme dhe t'i punoni ato me ndihmën tonë, sepse ne jemi këtu për t'ju ndihmuar juve, për t'ju shërbyer me të gjitha mundësitë që ne i kemi në muzeun tonë. Shpresoj që ju ka pëlqyer vizita e sotme dhe unë e pres edhe nga ju nëse keni ndoshta kam qenë dikon e paqartë apo kam përdorur ndonjë term të paqartë për juve, sepse të flasësh për muzeun nuk mjaftojnë orë të tëra, por as ditë. Sepse muzeu është një fushë shumë e gjerë. Edhe për këtë arsye, edhe ishte shekulli 18 dhe shekulli 19 kur filloi interesimi i madh të kthehej nga muzeumet, sepse e pan shumë të nevojshme dhe të arsyeshme që të krijonin kësi lloj hapësirash ku t'i ruanin ato gjërat e vjetra, sepse dita ditës ato shkatrohen, humshen. Dhe nëse këto eksponate i mbajmë në shtëpitë tona, këtu shumë shpesh do të shkatrohen. Sepse ne edhe kur i prekëm, kur punojmë me to, ne zakonisht i vendosëm dorëzat në dur dhe kjo shërben edhe për ta ruajtur eksponatet, po dhe për ta ruajtur shëndetin tonë, pasi që këto janë ka prej tyre mijëra vjet të vjetra, qindra vjet të vjetra, por bani edhe dhjetra vjet të vjetra. Atëherë, unë e pres nga ju një bashkëpunim të mirë, sepse ne jemi tani për tani si një staf shumë i madh i muzeut, por unë gjithmonë i llogariti se jemi staf shumë i madh. Edhe sepse kemi hulumtues të jashtëm, ju jeni ata. Ndoshta jemi një institucion kulturor me stafin më të madh, pra me qindra njerëz që janë pjesë e muzeut. Dhe ju jeni ata që unë po shpresoj shumë sepse nga këto vizita të këtij lloji ne pastaj në kanë ardhur shumë fëmijë, shumë edhe të rritën, që kanë ardhur me eksponate të ndryshme, sepse po du ju tregu edhe edhe po e mbyllim, se nështë edhe jeni lot, po du me tregu një vizit në teren që i kemi pas, ishin 2 vëllezër, dhe njëri kishte arritur që të shkollojë, që ishte vllai i vogël, dhe vllai i madh nuk kishte arritur të shkollojë, sepse ishte dashur që të punoj, të siguroj do të thotë jetesën për familjarët e tij. Dhe ata na ftuan neve që t'i marrim 2 eksponate. Pra një ibrek të ujit që i kishte trashëguar nga babai i tij dhe një ark të drurit nga nëna e tij. Dhe unë kur i mora shënimet e atij personit që i ka dhuruar, që i ka trashëguar nga prindët e tij. Dhe ai automatikisht hyri në histori po atë ditë, me ato 2 eksponate, me ato shënime. Dhe a dini çka i tha vllai i vogël që ishte shkolluar, i tha, unë u shkollova me vite të tëra, por nuk arrita të hyj në histori sikurse ti që hyre sot. Dhe janë ata, nëna dhe babai që ta mundësuan ty që të hysh në histori me anë të dhurimit të këtyre 2 eksponate. Pra, atë ditë, sigurisht edhe vllai i vogël ka hyrë, sepse ne kur e marrim një eksponat, e regjistrojmë edhe tërë familjen, e regjistrojmë pjesën historike, kush e ka përdor, atë kur është punuar, kush e ka dhuruar edhe një herë etj. Dhe nëse doni edhe ju të jeni pjesë e kësaj historie, ata që vinë, dhe nëse doni që ata që vinë pas nesh t'i gjejnë gjuhën tona, pas qindra, pas 100, 200 vite apo edhe 500 vite më vonë, pra është rruga më e mirë që të hulumtojnë eksponate, të sjellni në muze dhe ta pasurojmë sa më shumë muzeun tonë. Falenderojna shumë të një shurane për kontributen që na kemi vizitë. Tramullot këgja, falenderojna për informacionet të shumta që o ke jep. Edhe besoj që gjithë se cili për tyre ka parasysh që nëse kanë diçka vjetër që është me vlerë dhe që mundet të shërby institutet, atëherë mundemi me sjellë kudo shkollë, pse jo, edhe unë adet për ndërta asaj vite mision që secili për juve me dhuru edhe me shkruaj kontributin e ju për muzeun. Na falenderojna shumë nama shkollës që na kemi prit edhe na ka shumë informacione ju vetëm këtyre po edhe neve të pashtë. Falenderojna shumë. Faleminderit shumë profesoresh, faleminderit juve që jeni treguar të gatshme, faleminderit drejtorit Astrid shumë që ishte i gatshëm në bashkëpunim për të realizuar këtë aktivitet të sotëm, edhe shumë mirë e tha, pra,
mund të jetë si ditë e veçantë, dita e datëlindjes së muzeut, pra, po e them datëlindje, sepse në vitin e kaluar, kur muzeu mbushi plot 20 vite, në atë ditë u dhuruan 100 eksponate nga aparat të fotografi, sepse ne kemi këto eksponate dhe nga teknologjia e vjetër, për ta parë se kur ka lind teknologjia dhe si ka ndryshuar në kohë dhe hapësirë. Pra e kemi 100 aparat fotografik nga Nesemi Spahiu, i cili i dhuroi po atë ditë, dhe 100 eksponate të dhuruara nga Dinore Curri, e cila është bi e qytetit të Vushtres, e fshatit Reznik, dhe e cila pastaj u martua në Deçan, dhe të gjitha ato eksponate të trashëguara nga prindërit e saj, i mur dhe i dërgoj me vetin në Deçan. Dhe më pastaj, kur filloj të mendoj pse mos t'i dërkthej eksponatet une në shtëpinë e tyre. Dhe ne bashkarisht kemi shkuj, kemi marrë eksponatet e Vushtres plot, më shumë se 100 eksponate, dhe i kemi sill në muze. Pra, në ditën e muzeut, ditëlindjen e muzeut, kur i mbushin 20 vjet, muzeu u pasurua plot me më shumë se 200 eksponate. Dhe pse ju edhe këtë vet, bashkë me juve, secilin nga ju. Unë e di që nuk është e lehtë mi gjetë ato, sepse ka dhe për juve që edhe nuk keni, është shumë e natyrshme. Por nëse keni, në bashkëpunim me mësimdhënësit e juaj, mund ta organizojmë një kohë kur mund të vini dhe bashkarisht ne t'i pranojmë dhe ju t'i dorëzoni eksponatet dhe ta bëjmë edhe një aktivitet tjetër po ashtu me shumë rëndësi. Atëherë faleminderit shumë edhe një herë që ishit sot, që ishit pjesë e këtyre